Kur ka barazi, ka ma shumë eksperiencë edhe për djemët edhe për vajzat. Në kjo ndikon që mos mu ndi diskriminu me vajzat. Kastriot Orana barazin e fuqizimin e vajzave në sport mundohet ta zbatoj në praktik. Edhe na kena provu 5 ditës parë me bu një diskriminim pozitiv, kur kena bu një zbritje në antarësinë mujore për vajza, në mënyrë që me stimulu sa më shumë pas vajza në kërk. Kastrioti është drejtori i klubit të ping-pongut Priping, i cili sapo ka shënuar 6 vjetorin e themelimit. E përgjatë kësaj kohe, ai e ka vërejtur se në klub ka numër më të madh të djemve se sa vajzave. Deri tash ina mundu me pas një balancë, po prap në klub ka pas më shumë djem, por nuk qëndron vetëm në klubin ton, qëndron edhe në këtë klubet e Kosovës, po jo vetëm të Kosovës, po është edhe gap apo çfarë hapësirë e dallimit edhe në federatën botërore. Ai thotë se kjo pabarazi nuk është përjashtim i një klubi të vetëm. Siç e dinë gjithë në sport dominojnë djemët fatkeqësisht. Ky vlerësim përputhet edhe me të dhëna ndërkombëtare që tregojnë se vajzat, sidomos gjatë adoleshencës, e ndërpresin më shpesh aktivitetin sportiv për shkak të stereotipeve gjinore, presionit social, mungesës së mbështetjes dhe hapësirave ku ndihen të sigurta dhe të përfaqësuara. Raportet e organizatave ndërkombëtare kanë treguar se vajzat largohen nga sporti shumë më shpesh se sa djemët, pavarësisht përfitimeve të shumta që sporti ka për shëndetin fizik dhe mendor. Për Oranën, përgjigjja ndaj këtij realiteti nuk mund të mbetet vetëm në fjalë. Ai thotë se që nga dita e parë ka insistuar në masa konkrete për ta kompensuar këtë hendek. Na, për me kompenzu këtë var gepin, kena bu aktivitete ndryshme të dedikume për vajza. Unë kom qeni përzgjedhur për Federatës Botërore si promotor i ditës botërore me temën Fempowerment, do me thonë për fuqizimin e vajza, edhe kena bu aktivitete për vajza, për me stimulu me ardhë në sportin e ping-pongut. Kastrioti thotë se nga barazia në sport nuk përfitojnë vetëm vajzat. Kur ka barazi, ka ma shumë eksperiencë edhe për djemët edhe për vajzat. Në kjo ndikon që mos mu ndi diskriminu me vajzat. Edhe sporti ping-pongut, po si shumica e këtë sporteve, na masë veç mire me sportin e ping-pongut, e dim që nuk ka dallim në gjenis. Duhen djemët, duhen vajzat, duhen fëmijët e vogël që kemi të 6 vjet, po kemi edhe lojtarë që vjen rregullisht që i ka 83-4 vjet. Përveç aspektit sportiv, klubi ka zhvilluar edhe aktivitete me kauza shoqërore. Një prej tyre është turneu i ping-pongut për ndërgjegjësimin rreth kancerit të gjirit, i cili organizohet për të promovuar kontrollet e hershme. Orana thekson se përmes sportit mund të përcillen edhe mesazhe të rëndësishme shëndetësore, duke shtuar se diagnostifikimi i hershëm shpëton jetë. Ping-pong Breast Cancer Tournament është një prej aktiviteteve që kena bu prej ditës parë si klub. Që i dedikohet, edhe aty nuk i dedikohet vetëm vajzave, se ka dhe djemë që mund me u prek për kancerit gjirit, dhe pëse është një numër maj vogël për dallim për grave dhe vajzave. Mirë po, edhe ajo ka pas një qëllim me promovu kontrollat e hershme, në mënyrë që nëse dikush diagnostifikohet me kancer gjirit në fazën sa më të hershme, është e barabartë me shpëtimin e jetës. Hana Murseli mirret me ping-pong prej 3 vitesh. Ajo thotë se sporti i ka dhënë shumë më tepër se sa thjesht aktivitet fizik. Më ka pëlqyer shumë se është një sport që ta zhvillon fizikun, mendjen edhe krijon shoqëni të re. Amra Gashi, e cila është pjesë e klubit prej 4 vitesh, ndan të njëjtin vlerësim. Dhe mu më pëlqen se më ka zhvilluar mendjen, lëvizjen dhe çdo gjë. Të dyja marrin pjesë rregullisht në gara të Federatës së Kosovës dhe në turnamente jashtë vendit. Amra ka garuar në Maqedoni të Veriut, Greqi dhe Turqi, përvoja që sipas saj kanë qenë formuese. Mesazhi i tyre për vajzat e tjera është i thjeshtë dhe i drejtë për drejtë. Duhet të marrë me sport se përveç që krijon shoqëni është e mirë për me mbajtur shëndetin. Është më mirë të ish më aktive dhe më shumë ta zhvillosh mendjen. Ndërsa Kastriot Orana mëton që vajzat si Hana dhe Amra të përgatiten që tani për të marrë pjesë në lojrat mesdhetare që mbahen në Kosovë në vitin 2030. Po, kjo është kalendari i ngjeshur, që tash po presim edhe kalendarin zyrtar të Federatës të Kosovës ping-pongut, edhe në bazë të kalendarit të Federatës na edhe me përshtat aktivitetet tona. Tu po e marrim edhe një kamp përbashkë me një klub nga Maqedonia e Veriut, i cili edhe aty ka mjaft vajza, edhe po dojna me bo bashkëpunim me klubet që fokusohen në gjeneratat e reja. Këtë vetë si plan i Pripingut është fokusit e gjeneratat e reja, në mënyrë që me kriju brumin, me thonë kushtimisht, me pas synim 2030 për Prishtina Open, me pas lojtarë të klubit tonë që përfaqësojnë Kosovën.
Ndërsa sipas UNESCO-s, vajzat vazhdojnë të kenë më pak qasje në sport se sa djem, ndërsa pjesëmarrja e tyre bie ndjeshëm gjatë adoleshencës, veprimet për fuqizimin e vajzave në sport sikurse të Kastriot Oranës, sado të vogla në dukje, mund të bëjnë diferencën në jetën e shumë vajzave.